Bill Clinton dhe Hillary Clinton ndryshojnë mendje, pranojnë të dëshmojnë për çështjen Epstein. Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton dhe bashkëshortja e tij Hillary Clinton, ish-sekretare e shtetit, kanë rënë dakord të dëshmojnë hetimin e Kongresit lidhur me Jeffrey Epstein, pedofilin famkeq, shkruan BBC. Kjo vjen vetëm disa ditë përpara votimit për të vendosur nëse çifti do të mbajnë përgjegjësi penale për shpifje të Kongresit për shkak të refuzimit për t'u paraqitur para Komitetit të Mbikëqyrjes të Dhomës Përfaqësuesve pas një përplasje që zgjat disa muaj. Të dy i kishin kundërshtuar thirrjet ligjore për muaj të tërë pasi Komiteti i Mbikëqyrjes lëshoi thirrjet për dëshminë e tyre në muajin gusht, kur hapi një hetim mbi Epstein dhe bashkëpunëtorët e tij. Avokatët e tyre tentuan të argumentonin kundër vlefshmërisë së thirrjes ligjore. Bill Clinton kishte njohje me Epstein, i cili vdiq në burg në vitin 2019, por ka mohuar se kishte djenin për krimet e tij seksuale dhe thot se i ndërpreu kontaktet me të 2 dekada më parë. Nuk është ende qartë se kur do të zhvillohen dëshmit, por kjo do të jetë hera e parë që një ish-president amerikan dëshmon para një komisioni të Kongresit që nga viti 1983 pas Gerald Ford. Komiteti i Mbikëqyrjes, i udhëhequr nga republikanët, miratoi në fund të muajit të kaluar masën për çiftin Clinton me mbështetjen edhe të disa demokratëve. Të në mbrëmjes, zëvendës shefi i stafit të Bill Clinton, Angel Urena, konfirmoi në platformën X se çifti do të paraqiten para komitetit. Ata negociuan në mirëbesim, shkroi ai në një postim drejtuar Komitetit të Mbikëqyrjes të Dhomës. Jo. Ata ju thanë në hetim atë që din, por ju nuk interesojeni. Megjithatë, ish-presidenti dhe ish-sekretaria e shtetit do të jenë aty. Ata mezi presin të vendosin një precedent që vlen për të gjithë. Të dy thonë se më pari ka dorëzuar komitetit deklaratas edhe tashmë kanë dhënë informacionin e kufizuar që kishin mbi Epstein. Çifti e kishin quajtur apelin në zgje më shumë sesa një manovër për të turpëruar rivalet politik, siç ka urdhëruar presidenti Trump. Bill Clinton nuk është akuzuar kur për ndonjë vepër penale nga viktimat e abuzimeve të Epstein dhe ka mohuar se kishte dieni për krimet e tij seksuale. Regjistrat e avionit privat të Epstein tregojnë se Clinton ka kryer 4 fluturime ndërkombëtare në vitet 2002-2003. Ish-presidenti gjithashtu shfaqet në pronën e financierit të ndjerë në disa fotografi që ishin pjesë e një grupi dokumentash të publikuara nga Departamenti i Drejtësisë në përputhje me një ligj të miratuar nga Kongresi që detyron zbulimin e të gjitha materialeve hetimore që të lidhen me pedofilin e dënuar. Një foto tregon ish-presidentin duke notuar në një pishin, ndërsa një tjetër e tregon të shtrirë me duar pas kokës në atë që quhet të jetë një xhakuzi. Urena zëdhënësi Clintoni deklaroi në atë kohë kur fotot u publikuan në dhjetor se ato ishin shumë të vjetra dhe se Clinton kishte ndërprer lidhjet me Epstein përpara se krimet e tij të bëheshin publike. Çifti Clinton i dërgoi muajin e kaluar një letër kryetarit të Komitetit Mbikëqyrjes së Dhomës, James Comer, duke kritikuar mënyrën se si ai ka menaxhuar hetimin për Epstein, por ai e kundërshtoi duke thënë se apeli ndaj tyre ishte miratuar me votë 2 partijake dhe deklaroi se askush nuk është mbi ligjin.